Barometri Ballkanit kishte dhënë rëndësi sot. Mbi 50% e bizneseve shqiptare pranojnë, deklarojnë se paguajnë taksën e korrupsionit, se për të mbaruar një punë në shtet, 1 në 2 biznese duhet patjetër që të paguajë diçka. Nga shërbimet që gjoja gjasme janë online, tek tendrat e koncesionit, tek partneriteti publik-privat, tek çdo shërbim, dogana e tatime, sot taksa e korrupsionit është kthyer në një sistem. Është kthyer në një sistem që i jep oksigjen qeverisë, po nga ana tjetër po shteron Shqipërinë, me të rinj që po largohen për arsye të korrupsionit, me çmimet që po rriten për arsye të korrupsionit, me taksat e padrejta dhe mënyrën e padrejtë se si sot trajtohen bizneset dhe vetëm si rezultat i korrupsionit. Të gjitha këto sigurisht që kanë një mënyrë se si mund zgjidhen. Mund zgjidhen me një vullnet hekur politik, me një vullnet politik që deri më sot ka munguar, një vullnet për të bërë shtetin e për të vendosur prioritetet e qytetarëve të shumicës në radh të parë. Mund të ndryshojnë sigurisht edhe me një sistem të ndershëm, një sistem i cili punon për shumicën e qytetarëve, një sistem i cili ka një filozofi komplet ndryshe nga ajo që na paraqitet sot. E së fundmi mund të ndryshojnë edhe duke hequr të gjitha justifikimet politike, e të gjithë mbrojtjen politike që sot po jepet korruptuarve. Shqipëria nuk mund të jetë streha e pandeurve. Qeveria shqiptare nuk mund të jetë streha e pandeurve. Shqipëria meriton një qeveri normale.